Bismillahirrahmanirrahim. Po bashkëbisedonim sonte me profesorin dhe edukatorin ton të dashur, doktor Ibrahim Matar, i cili na ka ardhur për vizitë nga Damasku i Sirisë. Me 80 vitet që ai mban mi supe, konsiderohet një thesar i madh i dijes, i përkushtimit, i urtësisë dhe i përvojave të shumta nga udhëtimet e panumërta nga lindja në Perëndim. Edhe sonte po na tregonte një ngjarje. Tha një burr së bashku me fëmijët e tij hypin në një tren. Edhe gjatë udhëtimit, fëmijët e tij lëvizin, shkojnë sa djathtas majtas, bërtasin, sillen në një mënyrë të çuditshme. Dhe njerëzit përreth fillojnë të shqetësohen. Në njëri prej tyre edhe mërmërit diçka me vete. Në një tjetër vështron me habi babën, i cili me një qëndrim stoik nuk lëviz vendi. Në një moment caktuar, njëri prej tyre vendos të thyejë akullin. Edhe i drejtohet zotërisë duke i thënë: "A jeni ju baba i këtyre fëmijëve?" Ai thot: "Po, unë jam baba i tyre." Thot: "A nuk të bën përshtypje se si po sillen dhe po bajnë zhurmë dhe po bërtasin edhe po lëvizin sa një cep një tjetër dhe po na shqetësojnë? Pse nuk ngrihesh dhe ti frenosh fëmijët e tu? Çfarë është kjo sjellje?" Thot baba, ky zotëria, me shumë qetësi, i thot duke buzëqeshur: "Në fakt, ju keni të drejtë. Mirë po, fëmijët e mi, edhe ata kanë të drejtë. Atyre sot i ka vdek nana. Dhe ne po kthehemi nga gjenazja e saj. Edhe unë jam i bindur se lëvizjet e tyre, reagimet e tyre, janë reagimet e dikujt që po shfryn dhe po nxjerr një dhimbje që nuk di ta frenoj si ne të mëdhenjt. Unë i kërkoj shumë falje për tarazimin e fëmijëve të mi. Mirë po, unë e mirë kuptoj sjelljen e tyre." Edhe burri hesht. Thot zotëria i kërkon falje. Dhe thot unë nxitova dhe ju ngushëlloj për bashkëshorten tuaj. Dhe treni vazhdon të ecë. Një zotëri përbri, i cili nuk kishte folur asnjë fjalë, i afrohet burrit që kishte humbur bashkëshorten e tij dhe i thot: "Zotëri, unë ju kërkoj falje." Ky habit dhe i thot për? I thot sepse unë ju paragjykova dhe unë pak më përpara teksa ju po flisnit në fillim të bisedës dhe thatë se jeni baba i këtyre fëmijëve, mendova çfarë nuk mendova për ju. E në fakt rezultoi që unë kisha gabuar. Dhe nuk duhet të shpejtoja e të nxitohesha për t'ju paragjykuar siç ju paragjykova. Ju kërkoj shumë ndjesë. Profesori thotë dhe historia mbyllet. Edhe me pyetëm thotë çfarë kupton për kësaj. Ja drejton këtë pyetje edhe disa prej vëllezërve të pranishëm. Çfarë kuptoni nga kjo ngjarje? Dhe nuk vonon dhe ndërhyn. Dhe thotë një mësim shumë i madh, të cilin ju ala si këshill. Mos u ngutni për të paragjykuar të tjerët. Mos u ngutni për të dhënë vendime të shpejta dhe mos u mashtroni nga pamja e parë. Sepse shpeshherë pamja e parë të mashtron. Pritni, vendosni në peshore situatën, detajet dhe pastaj nëse do të merrni një vendim, apo do të flisni, apo do të shkruani, apo do të reagoni me argumente të qarta. Që edhe nëse dikush mund t'ju qortoj, apo mund t'ju tërheq vërejtjen për çfarë keni thënë, apo për mënyrën se si keni reagu, ju të jeni ballhapur përpara gjithkujt. Dhe mos të keni frikë nga askush. Sepse përndryshe, nëse nxitoheni për të paragjykuar dhe për të marrë vendime të shpejta, mund të gaboni. E më e pakta, mund të detyroheni për të kërkuar falje. Pale pastaj të mos kërkoni falje, a t'ju posedoj paragjykimi, edhe mbi të ndërtoni
mbi një njeri ama shumë, mbi një komunitet ama shumë, mbi një bashkësi ama shumë, mbi një dhe kështu fol sa të dush. Subhanallah. Kaq. Shumë e thjesht. Mos paragjykoni. Merrni pak frym, numëroni jo deri në 10, deri 100, deri 1000. Mos kërkoni llogari për çfarë nuk është kompetenca juaj. Dhe mos futni hund në punë të tjerëve, sepse në fund të fundit e në krye të herës, pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhon dhe thotë se prej plotësimit të fetarizmit të shëndosh të dikujt për jush, pra të islamit të dikujt për jush, është të largohet nga gjanat që nuk i interesojnë. Sot, me një vështrim të shpejt, shumë kujt i intereson gjithçka. Subhanallah. Allahu ju dashur.